Trajneri i Shqipërisë Silvinjo beson se mund t'ja dalim ndaj Serbisë, por është në dieni që nuk do të jetë as pak e lehtë. Shqipëria do të udhëtojë për në Leskovac që të përballet me Serbinë, sfidë që padyshim do të ketë rolin kyç në kualifikimin për play-offin e Kupës së Botës. Silvinjo ka dhënë një intervistë paraprake për TV Klan ku deklaroi se lojtarët do të japin gjithçka në përballje ndaj serbëve, por beson se Shqipëria do ta ketë shansin. Kualifikueset e botrorit nuk janë kurrë të lehta, e dini të gjithë ju. Letonia ishte pak e vështirë, tani jam më i qetë. Letonia luajti me Serbinë dhe luajti mirë, shpenzuam shumë energji për t'i mposhtur ata. Edhe Serbia është kundërshtare e fortë, por kemi lojtarë cilësorë që japin 100%. Pres një sfidë shumë të bukur në aspektin e futbollit. Ne do të punojmë për këtë sfidë, tani është momenti për analiza, ndeshja duhet të përgatitet mirë sepse është ndryshe. Nuk është vetëm një ndeshje, ka peshë të madhe për kualifikueset, për ne dhe për ata. Kur nis ndeshja për 90 minuta, aty nis gjithçka. Do të japim gjithçka në fushë. Kemi 5-6 ditë për t'u përgatitur dhe të shohim përpara. Fillimisht jemi në garë, ndeshja më e rëndësishme është ajo e radhës ndaj Serbisë. I kuptojmë mirë shanset që kemi edhe në eliminatoret e fundit të botrorit ishim afër. Të përgatitemi mirë dhe do ta kemi shansin tonë. Kam besim në këtë grup lojtarësh, të them një sekret, një trajner e ndjen kur diçka nuk shkon, dhe flas për 23-24 lojtarë që kam, ata janë të gjithë bashkë dhe jam këtu për t'i ndihmuar. Ëndrroj të kualifikohem me Shqipërinë në botror dhe ta fitoj Champions League-ën me ndonjë klub, deklaroi Silvinjo. Kujtojmë, përballja me Serbisë dhe Shqipërisë zhvillohet me 11 tetor.